Po e prezentojmë lidhjen e llazëve në lidhje sërike dhe në lidhje paralele, ku mund të vrejmë ndryshimin e energjisë, kur në cëllën lidhje jep energji ma shumë a lidhje sërike apo lidhje paralele. Këto i kemi dy llazë, dhe për me vrejt këto, e marmi e bojmë balancimin të deri në nivellim të llazit parë, edhe e shohim tash, pra është bërë raspeshimi i energjisë që këto me nivel, edhe e mosim për sa është lera. Tash e peshojmë. Llazi i parë ka 332 gram. 332 gram. Pastaj e marrmi edhe për llazin e dytë, e shohim se sa ka peshë. Tash është i nivelizuar, e mos me peshën tashmë. $340 gram. Tash do të shkojmë të provojmë lidhjen paralele të dy llazëve, kur janë dy llazë të lidhur paralel, edhe të shohim ndryshimin se si po rrjedh në ekuacionin për me shkruar. Edhe mosmi sa është pesha të peshojmi. $660 gram. E barabartë me 660 gram. Tash do të bëjmë lidhjen sërike kur njëri llaz vepron në llazin tjetër. Tash me të njëjtit llaz e kemi bë lidhjen sërike ose kur njëri llaz vepron në llazin tjetër. Edhe të shohim baraspeshën se sa është ndryshimi i kësaj lidhje dhe lidhjes kalore. Tash këtu përvendosmi një sasi të langut, edhe pra që tash pothuajse është në baraspesh, forca ndërmjet kësaj edhe peshës kësaj.
e marrë me peshojmi, dhe nxjerrni rezultatet. e 459 gram. 1459 gram. Pra, sa i përket të përfitimit të energjisë, më përshtatshme është shumë lidhja sërike e llozëve, ose kur llozët veprojnë njërin në tjetrin, siç po shihet te lidhja paralele, edhe pse paraforsisht motit nuk janë motit shumë të sakta, po vim në përfundim se te lidhja paralele e llozëve është L1 plus L2 paraforsisht, 332 dhe 340 bojnë 672. Që neve në ka dalë rezultati 660 gram, po për shkak motit jo të sakta që janë të improvizune, nuk e kemi. Ndërsa të lidhja paralele këtu po thuaj se të lidhja sërike e llozëve është 332 herë 340. Të shohim pak 332 herë 340, që këtu në ka dhënë më shumë se L1 herë L2, pra baraskresh. Është më e madhe, sepse të këto ban 1, 2, pra të lidhja paralele është shumë e madhe, të lidhja sërike është shumë e madhe se sa të lidhja paralele. Në këtë rast, mund të vim në përfundim, se përmes lidhjes sërike të llozëve mund të bëhet rritja e fuqisë, për arsye se këto bëhet çdo cikël, për me përfitu energji, duhet çdo cikël mu përsërit. Tash, në këtë rast, sa është në hyrje. Për shembull, në llozë vetëm këto e ka sa është fuqia në hyrje, që është edhe në dalje. Për me përfitu fuqi, duhesh me bë lëvizje nalt poshtë. Po në rastin tonë, tash këtu kur e bën matjet, fuqia kësaj kur po vepron në krahun e forcës së llozit, ka ndalje në krahun e barrës së llozit, po rritet fuqia. Domethënë, bazë të këtij eksperimenti ne erdhëm në përfundim që në lidhjen sërike të llozëve, ose kur llozët veprojnë njërin në tjetrin, kemi rritje të fuqisë. Pra, është një eksperiment i cili përmes këtij ne mund të ndërtojmë pajisje të cilat e rritesin fuqi. Një pjesë e fuqisë shkon për me bërë ciklin e lëvizjes, domethënë nalt poshtë, ndërsa pjesa tjetër e fuqisë, e cila është prodhuesi e pricë, kjo mund të përdoret për nevoja tjera në shpenzues tjerë. Përmes kësaj ne mund të ndërtojmë motor dhe agregat me vetë furnizor. Tash po e prezantojmë patentën gjeneratorët me zhvendosje translative, e cila është patentuar në Republikën e Shqipërisë me numër të patentës 6D54
dhe numër të aplikacionit ALP 216-296, si dhe në Evropë si patent unitare, në numërin e patentës EP 3270749. Këtu e kemi certifikatën, këtu që janë bashkëautor. Ky generator për prodhimin e energjisë elektrike shfrytëzon forcat nga jashtë, të cilat veprojnë në mekanizmin për zhvendosje të gjeneratorit. Që kjo është generatori, janë disa lloje të generatorëve, ku përbëhet prej dy mekanizma, mekanizmin për zhvendosje dhe mekanizmin për kthem. Mekanizmi për zhvendosje është kur vepron në generator, në këtë rast kornizën e lëvizshme, ku në kornizën e lëvizshme janë të vendosur edhe përçuesit. Tash, këtu që këtë tjetër është magneti, shufër, me polin jashtë jugor, këtë tjetëri magnet është magneti cilindrek, i cili është vendosur në magnetin shufër, kur veprot në mekanizmin për zhvendosje, të poshtë korniza vepron në lozët pikën mbështjese, këta e marrën ngritën përpjet dhe shtyjnë magnetin cilindër të përpjet. Në këtë rast bëhet prerja e vijave të fushës magnetike përmes përçuesve. Kur shkon magneti përpjet, ky mekanizmi këtë i kthimit është ka disa lloje të mekanizma të kthimit, por në këtë rast është susta elastike, e cila kur të jepet forca që ka zhvendosur të poshtë, kjo e kthen përpjet në gjendjen e mëparshme. Ky do të për me prodhu energji elektrike vazhdimisht do të mu përsërit cikli i zhvendosjes edhe i ngritjes. Tash vazhdojmë. Edhe kjo është një lloj tjetër i gjeneratorit, por në këtë rast veprohet në magnetin cilindër. Magneti cilindër vepron të poshtë, korniza shkon përpjet, qëtoj është korniza pa lëvizshme që e mon kornizën e lëvizshme përmes me deviju anash, edhe që ky magneti shufër e mon magnetin cilindrek përmes me deviju anash. Dhe me thonë, i kanë polet e njëjta, refuzimi i ndërmjet poleve edhe i kësaj, edhe i këtij S me këta S, nuk e le me mu zhvendos. Pra njëjta është, kur shkon këtë e poshtë, kur nërridhet ky magneti, vepron në loze, lozët e ngritin përpjet kornizën e lëvizshme së bashku me përçues dhe në këtë rast prodhohet rrymë. Kur të jepet forca që ka zhvendos magnetin, mekanizmi për kthim e kthen gjendjen e mëparshme edhe bëhet prodhimi i energjisë, i cili në këtë rast do të më vepru vazhdimisht. Shkojmë te figura tjetër. Edhe kjo është me loz mekanizmin për kthim e kemi këtu, por tash që to e kemi te mekanizmi për kthim, muj me pas në vend sustës ndonjë me mekanizëm rezervuar me fluid që është elastik ose me imbushur me gaz, që kjo është këto, kur vepron magneti, kjo shkon të poshtë e ndrydh këta, plus këto ngritën përpjet. Pra që kjo është ajo në përparësi e këtij generatori, këtyre llojet të generatorëve të cilët veprojnë njërin në të njëjtën ku lëviz edhe magneti edhe korniza me përçues. Shkojmë te figura tjetër. Pra tash këtu e kemi bën magnet me magnet, këtu e kemi me sust. Kur veprohet në këtë kornizën, korniza vepron e ngrit magnetin përpjet, pasi kanë polet e njëjta me këta refuzohen, shkojnë përpjet. Tu shku përpjet që kjo është një shtyll, e cila tu shku përpjet e ndrydh sustën elastike. Kur të jeket forca që ka vepru, tash që ky magnet vjen të poshtë, susta elastike shkon përpjet, magneti tjetër shkon të poshtë. Pra, kjo u bë me qëllim që më rritë shpejtësia
e kthimit pas zhvendosjes, që sa më shpejt me pas mundësi më rrit shpejtësia e kthimit pas zhvendosjes, sa më shpejt vibrim me pas lëvizje. Domethënë poshtë lart. Tjetrën e ki rezervar nalt me gaz ose fluid, këtë e ki me piston. Kjo korniza, këto është e vendosur brenda kornizës. Në momentin kur ndrydhet korniza, shkon te poshtë, vepron në pjesët elastike të rezervarit, këto veprojnë te poshtë, pistoni ngritet përpjet, e shtyn magnetin te përpjet, edhe në këtë rast magneti lëviz te përpjet, korniza lëviz te poshtë, përsëri bëhet prerja vjeft fushës magnetike përmes përçuzëve të vendosur në kornizën lëvizse, pra këta magneta gjithmonë me këto e kanë për qëllim me majtë kornizën e lëvizshme në mënyrë drejt që mos me bë devijimi, pra kjo është. Tash magneti tjetër është në vend të kësaj vetëm ju ka ndryshu magnet me magnet, që është ndryshim këto poliverior me polinverior rrëfësohen, ndërsa këto, kur ndrydhet këtë poshtë, pistoni e shtyn përpjet magnetin e lëvizshëm. Pra në këtë rast, korniza shkon te poshtë, pistoni e shtyn magnetin përpjet. Por kur të afrohen dy magnetet përpjet, në momentin që i jeket forca që ka zhvendosur te poshtë, kjo reagon më shpejt për më kthy në gjendjen e mëparshme. Pra, qëto ju kanë shtu me qëllim për rritje të shpejtësisë së kthimit. Vazhdo, tjetër. Edhe këto e kemi me sust, domethënë e njëjta është, kur shkon te poshtë, këto pistoni ngritet përpjet, kjo torë te poshtë zvoglohet kjo hapësira e ndrydh sustën, pra të njëjtin qëllim e ka edhe susta elastike. Tash, shfrytëzimi i peshës së makinave që veprojnë në rrota gjatë lëvizjes për prodhim të energjisë. Pra që këtë generator ku praktikohet. Mund praktikohet në shumë vende, domethënë në sistemet vogla dhe në sistemet mëdha. Në sistemet vogla praktikohet në automobila, trena, motocikleta, ndërsa në sistemet mëdha praktikohet në gjatësitë rrjedhës lumit për prodhim të energjisë me erë, në centralën e energjisë me erë, valve të detit e kështu me radhë. Pra, ka një zbatim shumë të madh. Në këtë rast e kemi kur generatori vepron, kur generatori u apliku për me përdor peshën e automjetit gjatë lëvizjes për të prodhuar energji elektrike. Që kjo është generatori, që kjo është rrota, që kjo është kaja, që edhe pak më nënçën. Që kaja e zhvendosjes së generatorit. Domethënë, kur ka ardhur generatori në këtë pjesë, u zhvendos. Kur kthehet, kur të kalon lëvizjen në atë anës së kënij, domethënë pesha po vepron këtu, që ka vepru, kur të kalon kjo kthehet përsëri në gjendjen e mëparshme, edhe sa generatore ki këtu, për çdo pjesë, çdo lëvizje prodhohet energji elektrike. Pra mundet më vendos në rrotat të automjetit, automobil, domethënë vetur, kamion, e kështu me radhë. Por edhe në bicikleta, për bicikleta elektrike. Tash, aplikimi në rrugë, që kjo është rruga, pesha që veprojnë këto, mund të përdoret që kjo peshë për me bën ndrydhjen e generatorit, dhe gjatë hecjes automjete në për rrugë, më prodhu energji elektrike. Shkote tjetra. Kjo është në gjatësi të rrjedhjes lumit me rregullator për lëshimin e ujit. Qëto i lëshohet uji, qëto rezervari një gyp e ajrit, që kur lëshohet uji kur të rrjedh një me pas turbulencë me pengu, dhe ka një pjertësi, që kjo pjertësi, qëtë sasi e ujit shkon, uji kalon këtu, i ndrydh këtë pjesë,
prodhohet rrymë, kur të kalon apet përsëri kthehen këta gjendjen e mëhershme që u prodhu rrymë edhe gjatë zhvendosjes dhe gjatë kthimit. Tash këto e kemi veprimi gjeneratorëve gjatësitë rrjedhjes së lumit, por kur uji nuk ka, sasia rrjedhjes së ujit nuk është e kontrolluar. Çto janë ato pjesë lëpatat ku uji lëviz, domethënë koja e lëvizjes së ujit, në sheret janë vendosur magnetet, sheret lëvizës, tash çto janë gjeneratorët. Mbi gjenerator janë magnet. Tash kur vin një magnet, përmi magnetin këtu, gjatë lëvizjes, çka ndodh këtu? Këta refuzohen për shkak të poleve të njëjta, poshtë, kur kalon ky mekanizmi për këtë me kthen në gjendjen e mëparshme. Domethënë, gjatë lëvizjes edhe kënej, tash kur kthehet kënej për më kthy kjo livrit shëriti vazhdimisht, tash livritet edhe kënej. Domethënë, edhe nalt prodhohet rrymë elektrike, por prodhohet edhe poshtë gjatë lëvizjes. Pra me këta mund me përdor për gjatësitë rrjedhjes lumit, sa është lumi i gjatë, mundesh me përdor për me prodhu energji elektrike. Tash që kjo është kur qëto helikat mund mi fut në funksion uji ose ajri. Pra tash që këtë magnet me këtë magnetin që është vendosur në helik kanë polet njëjta. Në momentin kur vjen në pozicion të caktuar, ky është vendosur te poshtë, pra figura është e njëjtë me ato që përsëritëm më herët, edhe prodhohet. Kur kalon helika, mekanizmi për kthem që ka zhvendosur sustat të poshtë, kjo e kthen përpjet pra në gjendjen e mëparshme. Shkojmë te tjetra. Tash ajo kur veprohet në magnet, tash është kur veprohet në kornizë, domethënë mbi kornizën lëvizës se kemi vendosur një magnet me polet njëjta, me këto polet në helik, dhe njëjta. Kur vjen momentin ky magnet me këto për shkak polet njëjta refuzohen, kjo e zhvendosur te poshtë, prodhohet rryma dhe kalohet në kur kalon kjo e kthen mekanizmi përsëri në gjendjen e mëparshme. Kjo është patenta fuqizuesi mekanik, e cila është e patentuar në Shqipëri edhe në Kosovë. Në Kosovë me numër rëndor 161, 1161, me numër të aplikimit KSP 2022-15 dhe në Republikën e Shqipërisë me numër patentës 12394 me numër aplikimit ALP 2022-612. Ky mekanizëm që demonstruam edhe më herët e rrit fushinë ndalje prej fuqisë më të vogël në hyrje, ku një pjesë e fuqisë shkon për prodhim të energjisë vetanaket të mekanizmit, ndërsa pjesa tjetër mund të më shfrytëzu për nevoja tjera. Qëto i kemi një fuqizues mekanik, i kemi 3 loze të vendosura. Kur veprohet me gung, një lozë vepron me gung, në lozën tjetër, kënë këto, ndërsa ky vepron në shpenzues këto, që është shpenzuesi. Tash qëto është mekanizmi, qëto është boshti që rrotullohet, që të jepet energjia prej sjashtë, domethënë burimi i energjisë që mund të më kanë motor me digje në brendshme, elektromotor, në burim i ujit, burim edhe i forcës mekanike njerijit e kështu me radhë. Ky sjellët tash kur vepron këtë pozitë, e ndryll gunga vepron në lozë është vendosur te poshtë, ky lozë është vendosur te poshtë, është vendosur me gungë edhe këtë lozën tjetër, ky shkon te poshtë, kur shkon këtë te poshtë, kjo shkon kënej, është vendosur edhe këtë lozë, ky këto edhe veprohet. Domethënë, tash për çdo lozë, prej këtu i këto shkon fuqia të u shumëzu forca. Pra vazhdimisht shkon të u shumëzu gjatë bartjes, ndalje, dhe në këtë rast rritet fuqia rasti me fuqinë hyrëse me këto që del
në dali. Pra, sasia energjisë që vijnë për me ngrit në alt, është më e vogël sa sasia që prodhohet këto. Domethënë një pjesë e sasisë kur kemi prodhuar energji nevojitet për më përsërit ciklin, ndërsa pjesa tjetër nevojitet për më shfrytzu për vende tjera për ku është destinu. Kjo kemi gungë, tash i kemi disa lloje të fuqizuese. Këtë rast e kemi në vendat e në me gunga, i kemi me rrota. Këto është një disk, që këtë disk rrota vepron, edhe këto vepron rrota. Për këtu këne funin, pra mund më lidh shumë loze njëri pas tjetrit dhe më prodhu energji ma shumë. Edhe vazhdojmë. Tash në vend të gungave dhe rotave, e kemi bërë me zhvendosje me magnet. Domethënë i kanë polet e njëjta magneta, këto është e vendosur. Kur vjen ky magnet këtu me polet njëjtë, ky zhvendoset e poshtë, tash që ky magnet, kur zhvendoset e poshtë, ky rrit, vepron në polin tjetrit magnet, krahun e forcës lozit dytë. Lozi dytë shkon të poshtë, kur shkon të poshtë, ky magneti në krahun e barrës lozi dytë shkon kënej, e zhvendos këto, dhe kjo e momentin mekanik poshtë këto. Tash edhe këto bëhen rrotullimi përmes boshtit, kur kemi për mi ngrit këta përpjet, tash që ky magneti tjetër del me polet e kundërta, kur u zhvendos kjo poshtë kthehet përpjet, se tërhiqen me si kanë polet e kundërta këta, ndërmjet veti, edhe ky tash i ka polet e njëjtës, me si ka me zhvendos përpjet këto, polet e njëjta refuzohen, edhe ky magneti këto i ka polin e njëjtë, me këtë magnetin këto, edhe refuzohet. Domethënë, kthehen në gjendjen e pashme, një rrotullim i plot këto, e bën zhvendosin edhe kthimin në gjendjen e pashme të gjithë llosave. Këto i kemi me elektromagnet, ku përmes impulse vepron, tash elektromagneti për me zhvendos të poshte bëhet me pol jugor. Këta refuzohen ndërmjet veti dhe përsëritja është e njëjtë sikur te. Ai kur ti nolet impulsi, ky ose më ndrru polet e tërheq përpjet. Tash, kur shkon këtë të poshtë, e shtyn këto të poshtë, ky vjen deri te çike pjesa këtu. Tash kur edhe kjo këtu. Tash çita magneta afrohet ndërmjet vetë edhe ky afrohet ndërmjet vetë. Në momentin që i ndërprehet forca këtu që ka zhvendos, këta magneta ky tërheqet përpjet, këta refuzohen, kthehen në gjendjen e mëparshme edhe këta. Pra, edhe në fund i ka përmes elektromagnetit me thonë një moment tash mekanik. Pra, është bon një kombinim ndërmjet magnetve dhe elektromagnetit. Tash këto e kemi bon një kombinim pak më të përgjithshëm. Kemi elektromagnet, magnet përhershëm, gung, rot, dhe me thonë që ky pari përmes elektromagnetit shkon të poshtë. Tash ky boshi kur t'ja nis me rrotullu këto, mi se shkon të poshtë, gunga shkon të poshtë, e zhvendos këto të poshtë, kur zhvendoset këtë të poshtë, zhvendoset të rrota, kur zhvendoset kjo rrot të poshtë, e zhvendos këto, tash, kur rrotullohet kjo, për më këtë në gjendjen e ma parshme, vinë këta i kanë polet e njëjta refuzohen, pra që kjo është refuzim magnet me magnet, kjo këthim me gung, kjo është tërheqje elektromagnet. Vazhdojmë. Edhe kjo është një lloj i fuqizuesit mekanik rrot gung, do me thonë që të kemi elektromagnet, që të kemi një gomë elastike ku shkon këtë të poshtë në rast për ndërprejet që për minimum a letë më këthy, kësaj, kur ndërprejet forca, kjo vepron këtu për me ngrit këto përpjet, edhe tërheqet ma letë. Këtu të njëjtën e kemi bën edhe me një sust elastike, që kur vepron kjo të poshtë, kur vjen kjo të pozita këto, që susta pastaj kur t'jeket forca prej kësaj, me këty në gjendjen e mëparshme, ndërsa këto janë magnetet
këto vepran magnetin me gung në fuqi, po kur shkon këtë poshtë afrohet te ky magneti tjetër, dhe në këtë rast çdo magneta refuzojnë njëri me tjetrin edhe kthehen në gjendjen e mëparshme. Edhe kjo është kur e kemi magnet me tërheq me rrotë, do të thonë kur të rrotullohet kjo njënën anë e zhvendos, kur të zhvendos lozën e parë, këtë lozë zhvendosën të poshtë, kur kthehet tash ky me tërheq lozën e parë, njënë edhe ky tjetri poshtë e refuzon. Do të thonë që për më ngrit më shpejt lozë e parë, njëjtën e ka ngritet më shpejt edhe lozë e dytë edhe lozë e tretë. Kjo është kur dojmë me bëjmë një fuqizues mekanik që me punu me shpejtësi shumë të madhe, që me pas që to sa më shpejt që rrotullohet kjo, më rrit edhe numri i kthimit edhe zhvendosjes në gjendjen e mëparshme. Kjo është kombinim me elektromagneta, njëjtë sikur këto veç është kombinim. Pra, që to kanë një 7 lloje të kombinimit të fuqizuesit mekanik me magnet, domethënë refuzim ndërmjet magneteve, refuzim ndërmjet magnetit të elektromagnetit me fërkim rreshqetës me gunga dhe me fërkim rrotullues me rrota. Tash këto është llogaritja e koeficientit shfrytëzimit të kësaj. Kjo është në fizike, vazhdojmë. Tash pas kësaj e kemi motorët dhe agregatet me vetë furnizim. Që tash shpikja është motorët dhe agregatet me vetë furnizim e patentuar në Republikën e Shqipërisë, ndërsa në Republikën e Kosovës është në proces të patentimit. Qëto kemi dhënë për këto motorët dhe agregat. Tash kemi figurat e motorëve dhe agregateve me vetë furnizim. Pra, tash në këtë rast që kjo fuqizuesi mekanik, i cili rrit fuqinë, kjo është një elektromotor ndërprerësi, tash bateria. Bateria e furnizon elektromotorin, elektromotori vepron në fuqizuesin mekanik, fuqizuesi mekanik fillon me bë rrotullimin, në këtë rast një pjesë që to është një generator i rrymës vazhduar që prodhon rrymë kur të nisë më rrotullu rrotan cila bëhet prej fuqizuesit mekanik, që kjo generator e furnizon baterinë me rrymë që mes më shpenzu e pjesa tjetër e prodhimit të energjisë shfrytëzohet në shpenzues tjerë që lidhen këtë rrotën, se për ato se për çka ku praktikohet. Pra, këta janë motorët me vetë furnizim me elektricitet me motor të rrymës së vazhduar. Këto e kemi motorët me vetë furnizim me elektricitet me elektromagnet. Pra bateria që kjo është elektromagneti në vend të elektromotorit,
që i përsërit i tregum më herët në patentën më hershme që fuqizuesi mekanik mundet më apliku edhe elektromagneti, pra këtë rast të apliku elektromagneti, tash kjo përsëri bën rrotullimin fuqizuesi mekanik. Kjo generatori i rrymës vazhduar i cili e furnizon rrym elektrike baterinë për nevojën saj i nevojitë të elektromagnetit. Pjesa tjetër e energjisë që prodhohet shfrytëzohet për shfrytëzues tjerë për ku është i destinuar. Tash e kemi me ajër, motorët me vetë furnizim me ajër ose me gaz. Që kjo është një rezervuar i ajrit të kompresuar, këto është ventili i gazit ku e lirohet, kjo është turbina e gazit. Pra në vend të ajo boshti që i shpjegum më herët vepron turbina e gazit, e cila bën rrotullimin e boshtit të fuqizuesi mekanik. Fuqizuesi mekanik fillon me bën rrotullimin. Tash këto e kemi një kompresor i cili merr gaz prej atmosferës dhe e komprimon në rezervuar. Një pjesë e sasisë e energjisë shkon për komprimim në rezervuar për me furnizu këtë pjesën e gazit që i nevojitet për me fut turbinën e gazit në lëvizje, ndërsa pjesa tjetër shkon më për prodhim ku përdoret motori. Këto i kemi në vend të ajrit e kemi me lang, do me thonë motorin me lang, me vetë furnizim, është rezervuari i langut, që të ventili i langut, quhet langu, turbina me lang. E fut në lëvizje fuqizuesin mekanik, fuqizuesi mekanik e bën në lëvizje rrotën. Kjo në këtë rast langu që ka del prej këtij ujit rezervohet në një rezervuar pak më të vogël dhe tërhiqet përmes turbinës, futet përsëri apet në rezervuarin e langut, ndërsa një pjesë e energjisë pra shpenzohet këtu për më kthy më kompenzu, pjesa tjetër e energjisë shkon për shfrytëzim të energjisë për ku është i destinuar ky motor. Ky është agregati me vetë furnizim. Tash me elektromotor, pra procedura është e njëjtë sikur te ajo, veç dallon që këtë energjia këtu shkon për me sill një generator të rrymës alternative, ndërsa një pjesë e rrymës që ka prodhohet prej generatorit të rrymës alternative kthehet në rrymë të vazhdueshme, rezervohet për me plotësu nevojat e elektromotorit, pra e mbush batarinë për me plotësu nevojat e elektromotorit që nevojitet për me fut në lëvizje fuqizuesin mekanik. Kjo është e njëjta, edhe këto, veç dallon te fuqizuesi mekanik i kemi elektromagnetin. Domethënë vend të elektromotorit e kemi elektromagnetin. Te kjo tjetra e kemi një bon agregat, pra shpenzuesin e kemi bon generator këto. Ate ku ke motorit që të përdorët për shpenzimet tjera, domethënë procedura është e njëjtë këto, tash vetëm e kemi bon për generator. Një pjesë të energjisë pra shkon për prodhim më plotësu nevojat me gaz të komprimuar për me funksionu. Tash në këtë figurë kemi paraqitur agregatin me vetë furnizim me lang për generator me lëvizje rrotulluese. Më herët siç i cekon që kjo pjesa konkret këtu është motori me lang, rezervuari e langut shkon te turbina e langut, turbina e langut në lëvizje fuqizuesi mekanik. Fuqizuesi mekanik me rrotullu ndalje rrotën, kjo e rrotullon
turbinën e lagët që nga prej lagën shkakator prej turbinës e dërgon në rezervuar, në vëd, që një pjesë energjisë shkon për proces, pjesa tjetër shkon për rrotullimin e generatorit e rrim alternative. Pra pjesa mbetër e energjisë. Ky është generatori agregateve dhe furnizim në elektricitet, në elektromotor, rrimë zëvarlor dhe generator me lëvizje translative. Generator me lëvizje translative ma herët që i prezent në shpikën e kohë. Pra, ta kanë, nëse vepron me forcën nalt, ta zhvendosën poshtë, dhe prodhojnë energji, kur tjeri këtë forca që është zhvendosë, mekanizmin për këtimi generatorit dhe këtani mekanizmin e lëvizshme në gjendjen e mëharshme të duke e këtimi prodhon përsëri energji. Kjo më rrënjë, përsi shkoshitje në dy bazë, të e në dy generatorë në vendosë translative, që kjo është fuqizuesi mekanik, elektromotori e fut në lëvizje fuqizuesi mekanik, kjo ndolje fuqizuesi mekanik lëviz nalt poshtë, kur lëviz nalt, vllazët shkojnë për pjetë, kur lëviz poshtë, që mekanizmi të i shvendosë të poshtë e kapë, dhe ka shvendosën kornizën e lëvizit të generatorit në lëvizje translative. Një pjesë e energjisë shka prodhohet dhe generatorë. Energjia që prodhohet dhe në pagu një pjesë energjisë të jetë në rrim të vazhduar në ngush baterinë, për nevojë për në furnizu elektromotorën, pjesë tjetër e energjisë shfrytëzohet për nevoja tjera, për konshtit e simunar. Edhe kjo është një agregat, vetëm dallimi tash këto e kemi të nënd elektromotor, kemi elektromagnetit. Procesi vetë është i njëjtë, vetëm hyrja e elektromotorit në lëvizje fuqizuese mekanik e fut në lëvizje elektromagnetit. Tash këto e kemi një agregat në vetë furnizim me elektricitet me elektromotor të rrimë zvartuar dhe generator me zhvendosë të magnetit përherë. Ndollet fuqizuesit mekanik është i vendosur magneti përhershëm, afër magnetit janë të vendosura përçues, thonë bobina. Tash kur të fut në lëvizje elektromotori fuqizuesi mekanik e fut në lëvizje magnetin e përhershëm, kur në këtë rast prendjet e fushës magnetike të përçuese do të prodhohet energji. Një pjesë energjisë shkon për me mbush baterinë që me mund të furnizojë elektromotorin, ndërsa pjesa tjetër e energjisë përdoret për nevoja tjera, ku përdoret agregati. Tash, e njëjta procedurë është vetëm të për me fund në lëvizje të fuqizuesi mekanik, përdoret elektromagneti, nuk përdoret elektromotor. Procedura është e njëjtë sikur të figura marrë. Te këtu e kemi tash procedurën e njëjtë të elektromotorit, për fund në lëvizje fuqizuesi mekanik, ndolli fuqizuesi mekanik tash kemi magnet përhershëm, po i kemi ndrru, kemi bon bobina. Bobina, ndërsa magneti përhershëm është në të lëviz. Kur lëviz ndolje fuqizuesit mekanik, kur lëviz bobina, prendit e fushës magnetike të magnetit nga përçuesi që në bobinë, një pjesë energjisë prodhuar për në bateri, provatë konvertimi i rrymës prej rrymës alternative në rrymë të bashkuar, ndërsa pjesa tjetër e energjisë përdoret për shfrytëzim nevoja për poshtë të sinum të ngrata. Ky është e njëjtë
që në njëti agregat për ai regulament të rregullet, ndallimi është në hyrje për futjen e ligjit të përqizuesit mekanik përdoret elektromagnet. Ndaljet e përqizuesit mekanik është për janë të vendosur turbinat, që e cila lëviz, gjatë lëvizjes prem jetën e forcës magnetike të turbinës nga lidhja e forcës magnetike të magnetit nga pjesë në turbinë dhe një pjesë e energjisë kthehet nga rryma alternative në rrymë bashkëruar, mbushet bateria, pjesa tjetër përdoret për nevoja agregate. Ku përdoret agregati.